Kush duhet mbaj përgjegjësi direkte për përgjakjen e sezonit turistik në vend dhe çfarë masash mendoni se duhen marrë për ta parandaluar këtë situatë? Faleminderit. Pa diskutim që në plan të parë është drejtori i përgjithshëm i policisë dhe linja e STI por të garantoj që Saranda ka tentakulat edhe gjithë bregu të Edi Ramës dhe drejtuesve tjerë të partisë krimit në parlament, në qeveri e kudo. Nuk ka diskutim që policia ka përgjegjësi absolute në këtë rast. Po këta përgjegjësi nuk ndjej. Nuk ndjej. Aty organet e sigurisë në këto lokale janë të përbëra nga rrogtar shteti që sillen si bandit dhe spyesin për asgjë. Saranda, turizmi, si që tregojnë ky rast dhe rastet tjera, është kryesisht në durt e krimit dhe antiligjit. Çfarë pasojash mendon se sjell pikërisht të ngjarje që ju i denoncuat përgjakja e sezonit tek turizmi drejt për drejt në Shqipëri? Natyrisht, pasojat janë shumë negative. Pasojat janë një emër i keq për Shqipërinë si vendi ku vriten turistët. Nuk ka më keq se kaq. Gjithnjë më shumë bëhet e qartë se narkotikët dhe se Shqipëria është një rrezik për ata që vinë dhe për jetën e tyre.